me Besën, pra si skuadër Price është skuadër që ka fituar të 3 takimet në fushën e vet. Partizani 11 pikë, Partizani me Tiranë do luajnë ndeshjen në 12 tetor në orën 20. Ndërkohë loja ka filluar, janë dursakët me anë të Julian Akmatajt që pretendojnë të organizojnë një sulm në krahun e Majt. Në vendin e 4 Vllaznia me 11 pikë pra Vllaznia që luan përballë Teutës, është një ndeshje me të vërtetë shumë e rëndësishme, një nga kryendeshjet e kësaj jave. Theksoi edhe një herë Kastrioti Lushnja 2-0, Byli Skuksi 1-1 Besa. Nuk bonon Meta dhe vërshëllen Kristen Smeta. Teuta fitoren e 4 brenda në shtëpinë e vet, në fushën e vet. 12 pikë të plota, asnjë humbje, si brenda ashtu edhe jashtë fushës, ndërkohë që Vllaznia pson humbjen e parë jashtë fushë. Ky është goli i parë, ndiqini. Shijojini këto gola, Daniel Xhafa, goli i parë. Ndërkohë, ky është goli i dytë shënuar nga Bushic, 1-1 Barazon në pjesën e dytë, dhe kjo është gafa e portierit Rizvani, që nuk u mor vesh me mbrojtësin Jakupi, humbi dhe topin. Bushic shënon golin e 2-1, por dursakët se kishin thënë fjalën e fundit. Nika shënon të gol të mrekullueshëm 2-2 dhe më pas pak çast minuta i dhuron këtë top Daniel Xhafës që shfaqet në portën e zbrazur dhe realizon golin e tretë. Pra 3-2, Teuta në vendin e parë me 15 pikë, por deri në orën 17 sepse presim Skënderbeu dhe Laçin të luajnë ndeshjen e tyre për të parë nëse do të jetë vetëm në renditje, pra në vend parë apo do të jetë së bashku me Skënderbeun. Unë të nderuar miq, ju përshëndes që nga stadiumi Besa qytet Kavajës me gjithë stafin e transmetimit të televizionit shqiptar dhe miru ta kofshim tashmë ndeshjet e përfaqësuesës Shqipërisë Zvicër dhe Kipro Shqipëri.